bazë. Uroj që t'jeni mirë ju dhe familja juaj. Tema mësimore që do të marrim për sot është tema 8.9, ushtrimi mbi vetitë e acideve, bazave, oksideve dhe kriprave. Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore janë: përkufizon sakt konceptet dhe njohuritë bazë e kapitullit 8, dallon acidet, bazat, oksidet, kriprat, shkruan reaksionet karakteristike të tyre në shembuj të ndryshëm, njëson në barazimet kimike të reaksioneve të ndryshme, zgjidh dhe analizon ushtrime me njësime stekiometrike. Përsëritja është baba i mërzitjes, por edhe mama e dijes. Kështu që sa më shumë përsëritje, që ne të mësojmë sa më mirë edhe të kemi koncepte dhe njohuri të ngulitura mirë në memorien tonë. Atëherë, mënyra e parë që kam zgjedhur për të bërë përsëritjen dhe ushtrimet e këtij kapitulli është ditari 2 pjesësh. Pra japim konceptin nga njëra anë dhe shtjellimin nga ana tjetër, prandaj quhet ditar 2 pjesësh. Kam dhënë shembullin e parë për acidet, në të njëjtën formë do jepni dhe do plotësoni, siç është dhe kërkesa e ushtrimit, shembuj për baza, kriprat dhe oksidet. Pra për acidet kam dhënë konceptin, acide janë përbërje të cilat gjatë tretjes në ujë lëshojnë ione hidrogjen, pra H+, i cili është edhe grup identifikues. Reaksionet karakteristike, acidi sulfurik është një shembull i tillë, ai mund të asnjansohet nga bazat duke dhënë kripra që quhen sulfate. Ja të shohim më poshtë. Pra, acidi sulfurik me hidroksidin e natriumit jep sulfatin e natriumit duke dhënë edhe ujë. Pra, acid plus bazë, ju kam thënë, është krip plus ujë. I mësojmë sepse janë grupe dhe reaksione identifikuese. Shumë metale veprojnë me acidet duke dhënë hidrogjen. Pra, acidi me metalin, ju kam thënë, metalet nga jo metalet, ndryshojnë sepse në reakcion metali që është magnezi qëndron i vetëm, pra nuk ka nevojë që të jetë në formën molekulare, si që ka nevoj klori, fluori, që janë gaze. Gazet, kemi thënë, janë të paqëndrueshme, si rjedhojnë në reakcione i gjejmë në këtë formë. Pra, asnjëherë gazet, si që kam parë edhe në testime, nuk duhet të shkruhen të vetme si që ndodh me pjesën e metaleve, sepse janë të paqëndrueshme. Pra, rikthehemi te reaksioni, acidi sulfurik me metalin e magnezit, pra gjendja ujë, tretësirë ujore, pra e ngurt jep sulfatin e magnezit, tretësirë ujore, dhe hidrogjenin, siç e shikoni është H2, pra që çlirohet, që gjitha lartë tregon që çlirohet, pra është gaz. Gjithmonë gazet për shkak se janë të paqëndrueshme, qëndrojnë në formë molekulare, pra kemi 2 atome dhe kemi thënë kur kemi 2 atome krijohet një lidhje, një urë lidhse, pra një lidhje kimike. Acidet veprojnë me karbonatet, por në këtë rast, përveç se ujit, kemi dhe çlirimin e dioksidit e karbonit. Dhe ja shikojmë. Acidi sulfurik me karbonatin e kaliumit jep sulfatin e kaliumit, ujë dhe dioksid karboni. Gjithmonë pra, në ndryshim me acid plus bazë, acid plus krip jep kripën përkatëse, pra duke bërë zhvendosjen, ujë dhe dioksid karboni. Pra dioksidi karbonit është pjesa që identifikon që kemi një acid dhe një karbonat. Veti tjetër, duke qenë se acidet përmbajnë ione, tretësirat e tyre janë përquese të mira të rrymes elektrike, pra ionet H+ bëjnë që të ketë edhe shpërbashkimin e tyre në tretësira ujore. Klasifikimi, ndarjen e acideve në grupin që ne njohim, pra sepse ka dhe ndarje të tjera, i ndajmë në acide të forta, shpërbashkohen në ione duke dhënë një ose më shumë protone. Si shembull kemi acidin kloridrik, acidin nitrik, acidin perklorik, që do i shohim edhe më tej, acidin sulfurik dhe acidin klorik. Acidet të dobta kemi
acidin sulfuror, pra nuk e kemi më H2SO4, po e kemi H2SO3 dhe si rrjedhoj nuk ka prapashtesën ik, po ka prapashtesën or, kujdes me emërtimet. Kemi acidin fosforik, acidin nitror, nuk kemi më acidin nitrik, HNO3-shin, po kemi acidin nitror dhe acidin fluorhidrik. Identifikimi, zakonisht ato ndikojnë të dëftuesit e ngjyrosur, për shembull lakmuesi merr ngjyrë të kuqe, ndërsa fenolftaleina bëhet pa ngjyrë. Niveli i aciditetit të një acidi tregohet nga vlera e pH-it, sa më i ulët të jetë, aq më acid është. Nëse kujtojmë pH-in, e kemi nga vlerat 1 deri në 14 dhe neutralen e kemi me vlerën 7, pra nga vlera 1 deri në 7 janë acide, ndërsa nga vlera 7 deri në 14 janë bazike. Si që kemi marrë dhe në mësimet e kaluara. Japim një ushtrim pra për të testuar, pasi kemi bërë gjithmonë bazat, oksidet dhe kriprat, testojmë njohuritë. Më poshtë keni listën e 12 kriprave, sipas rendit alfabetik, janë 4 kripra të patreqme dhe 4 dyshe kriprash të treqme, prej të cilave prodhohen 4 kriprat e patreqme. Pra, kemi klorurin e bariumit, sulfatin e bariumit, karbonatin e kalciumit, nitratin e kalciumit, jodurin e plumbit, nitratin e plumbit, joduri i kaliumit, sulfatin e kaliumit, nitrati i argjendit, kloruri i argjendit, karbonati i natriumit, kloruri i natriumit. Kujdes sepse nuk është më kot kjo radhitje. Renditja ato sipas shembullit që do shohim më tej dhe shkruani barazimet ionike të reaksioneve që prodhojnë 4 kripra të patreqme, përdorni simbolin e gjendjes. Atëherë, ja ta shikojmë më tej. Tabela e parë është kripra e patreqme sulfati i bariumit, pra kam vendosur dhe kam bërë dhe reaksionin siç kërkohet në kërkesën e dytë. Mund të formohet nga kloruri i bariumit, dhe ja ku kemi, e kam dhënë në trajt ionike pra, siç ne kërkon kërkesa e dytë, dhe sulfati i kaliumit që kemi pjesën e substancës njësore të dytë, pra bashkëveprojnë me njëra tjetrën dhe japin sulfatin e bariumit, pra precipitatin e saj në ngjyrë të bardhë dhe klorurin e kaliumit që janë ione të dy anshme, mund ta gjeni nëpër tekste ose nëpër kërkesa, ose ione, pra ione të dy anshme ose ione spektatore, të cilat kemi thënë që nuk ndikojnë në reaksion, siç futen ashtu edhe dalin. Të njëjtën formë do ndiqni edhe për elementet e tjera, kujdes me radhitjen, kujdes edhe me formimin e reaksionit. Shigjeta poshtë mos harroni që është formimi i precipitatit. Ndërsa shigjeta lart, siç u thash më lart, tregon që kemi çlirim gazi. Ushtrimi 2, të gjitha këto janë okside, pra okside që do radhis më poshtë, pra oksidi i diazotit ose dyazotit, oksidi i kalciumit, oksidi i fosforit dhe oksidi i zinkut. Shkruani këto emra në përvendet e duhura në tabel, kemi bërë dhe një ushtrim më herët, dhe shtoni formulat e tyre kimike. Emrin dhe formulën, pra do shkruani se si emërtohen dhe formulën sipas karakteristikës dhe llojit të tyre. Amoniaku është bazë e dobët, ai vepron me acidin sulfurik dhe përftohet krip që emërtohet sulfat amoni. Shkruani reaksionin dhe emërtoni përbërjet kimike. Pra kujdes, keni acidin sulfurik dhe bazën e dobët, pra keni bazë plus acid. Kujdes. Ushtrimi 1 për të testuar pra njohuritë që morëm deri më tani, pra për të gjithë kapitullin 8, janë shkruani reaksionin e bashkëveprimit të acidit sulfurik me magnez dhe karbonatin e kalciumit, cila nga reaksionet është reaksion asnjësimi, por reaksion redox, argumentoni përgjigjen, janë ushtrime për 10 dhe 9 normalisht në bazë të zhvillimit tuaj. Shkruani barazimet kimike të bashkëveprimit të acidit klorhidrik dhe hidroksidit të kaliumit, oksid alumini, karbonat zinku.
shkruani në trajt jonike të plot dhe të shkurtuar në këto reaksione, pra si që kemi marrë në mësimet e kaluara. Ndërsa ushtrimi tjetër u asnjësuar 100 ml tretësirë 0.1 molare hidroksid natriumi me 3 sierë të acidit sulfurik. Shkruani barazimin e reaksionit, njësoni numrin e moleve të acidit sulfurik, kujdes keni vetëm një formulë dhe në bazë të kësaj formule do gjeni të gjithë reaksionin që ka vepruar në asnjë anësim. Njësoni masën e kripës së përftuar. Detyra janë të gjitha ushtrimet e librit të fund kapitullit 8, faqe 120, faqe 121. Kujdes, kjo është detyrë portofole, kemi thënë detyrat e fund kapitulleve dhe ushtrimet që unë jap për detyra shtëpie. Kështu që nëse keni të paqartësi ose që nuk keni të qarta pjesën e ushtrimeve ose në koncepte, jeni të lutur të shkruani si në Classroom ashtu edhe në WhatsApp. Ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj mësim dhe ditë të mbarë.